Pas suksesit të episodit 0, Këshilli Studentor i Universitetit Fanoli rikthehet me një tjetër projekt të arir, ku të rinj gjiten në skenë pasionet e tyre të shndërruara në performancë. Episodi 1 solli për publikun një kombinim të ritmit, energjisë dhe krijimtarisë së tyre të lirë. Shfaqja u zhvillua në drejtimin artistik të aktorit të njohur Albano Prodani dhe studentes të talentuar Elefteria Ameda, të cilët udhëhoqën grupin e studentëve drejt një mbrëmjeje të mbushur me emocione. Unë personalisht jam në aktrim, në komedi, jam edhe tek poezit. Mund të themi që është një eksperiencë shumë emocionuese, shumë e mirë, lodhje shumë e madhe, sigurisht, por që ja vlen shumë. Ne si student kemi krijuar këtë teatr shumë për të kënaqur njerëzit dhe veten tonë kryesisht. Nuk kam plan që të aktroj në të ardhmen, por si student që kemi shumë dëshirë. Unë kam një rol bashkë me një bashkëaktoren time, ku kemi një rol ku jemi mbrapa në vitet 1920 dhe ku do të sjellim atë kohë kur një djalë ngacmonte një vajzë, diçka të përafërt. Shfaqja u prit me duartrokitje nga publiku dhe u vlerësua si një hap i rëndësishëm në promovimin e talenteve të reja.